Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvi Gonzato, pas takimit me Celibashin, deklaroi se Bashkimi Evropian mbështet zgjedhjet në Shqipëri pa ndërhyrje dhe ka besim te ODIHR. Ai theksoi rëndësinë e zgjedhjeve pas hapjes së negociatave dhe vlerësoi punën e KQZ. Shumë aktorë politike din metodologjinë e përdorur nga ODIHR. ODIHR është totalisht i pavarur dhe respektojmë pavarësinë e tyre dhe kjo është arsyeja pse mbështetim rekomandimet e tyre. Kjo është arsyeja pse bashkëpunojmë dhe po shohim përpara për raportin final. Kemi besim te KQZ dhe pas zgjedhjeve do të vazhdojmë edhe me financimin e KQZ-s për të përmirësuar mënyrën e të bërit punën. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, deklaroi pas takimit me ambasadorin e Bashkimit Evropian Silvi Gonzato se biseduan mbi përgatitjen për zgjedhjet. Ai theksoi bashkëpunimin dhe mbështetjen e vazhdueshme nga Bashkimi Evropian. Shkëmbyer mendime në lidhje me momentin e këtyre përgatitjeve. Ashtu sikurse edhe ambasadori tha, jemi në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi dhe mbështetje nga delegacioni i Bashkimit Evropian dhe nga Bashkimi Evropian për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që me siguri do të vazhdoj edhe pas këtyre zgjedhjeve. Ndam së bashku të njëjtën pikpamje mbi rëndësinë e këtyre zgjedhjeve. Shqipëria është një moment të rëndësishëm të procesit të integrimit evropian dhe ndaj është e nevojshme që secili prej nesh institucione publike përgjegjëse për mbarvajtjen e procesit zgjedhor, po dhe partitë politike, duhet të reflektojnë përgjegjësitë e tyre për të patur zgjedhje me integritet. Kujtojmë që ky takimi i kryekomisionerit të zgjedhjeve dhe kryediplomatit evropian në vend vjen vetëm 9 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit.